Këshilli i lartë i prokurorisë u mblodh këtë të njëjtën në një mbledhje vendimtare për zgjedhjen e kreut të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, një prej proceseve më të rëndësishme të këtij viti për drejtësinë shqiptare. Seanca e konsideruar me peshë të veçantë për ecurinë e reformës në drejtësi ka tërhequr vëmendjen e gjerë ndërkombëtare, që në orët e paradites në ambientet e KLP-s kanë mbërritur përfaqësues të lartë diplomatik duke dëshmuar interesin e shtuar të partnerëve strategjik për zgjedhjen e kreut të SPAK. Të pranishëm në mbledhje ishin ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato, si dhe Nancy Van Horn, e dërguara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ndjekur nga afër procesin e përzgjedhjes. Së bashku me ta ishin dhe përfaqësues të tjerë të trupit diplomatik, përfshirë ambasadorin e Britanisë së Madhe, Nika Boci, dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare, që prej vitesh mbështesin reformën në drejtësi. Pjesëmarrja e tyre nënvizon rëndësinë që partnerët ndërkombëtar i kushtojnë pavarësisë së institucioneve të reja të drejtësisë dhe garantimit të një procesi transparent, të paanshëm dhe profesional. Zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK pritet të ndikojë drejt për drejt në ritmin e hetimeve kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, çështje për të cilat ka një vëmendje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.